Të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Bashkimit dhe Sigal Prishtinës. Po shohim 51-36 pas 20 minutave të para, lojë kontrolluar nga Portokalli Zinjë, plotësisht në pjesën e parë nuk e lejuan Sigal Prishtinën të tregon më të mirën në këto 20 minutat e para, teksa Prizrenasit krijuan edhe vërsin më të thellë prej 15 pikëve, lojë mjaft të mirë në pjesën e parë tek Bashkimi, treguan Kian Anderson me 14 pikë e 3 asistime, 5-7 nga loja, 71% saktësi, 12 pikë erdhën nga Isaiah Cousins, i cili gjithashtu është 5-7 pro, edhe ai ka 71% saktësi, ndërsa me pikë 2 shifrore po luan edhe Dikuan Lake me 10 sësh, ndërsa e pam edhe njërën nga lojtarët e huaja të skuadrës së Bashkimit femrave, cilat nesër nga ora 13 do të zhvillojnë derbin e Superligës së femrave ndaj Pejës 03. Gjithçka gati për startuar në pjesën e dytë. Në fush përshojmë tek Prishtina, Azemi, Autri, Kakruki, Bailey e Burns, vetëm Lamb Autri e pam pak më të disponuar gjatë pjesë së parë tek Sigal Prishtina, me 11 pikë është i vetmi me pikë 2 shifrore, teksa u ndihmua paksa edhe nga Bailey me 7 pikë e Arjan Azemi që i pati 7, starton pjesa e dytë, shojmë ma do të arrim Prishtina, të tregon diçka më tepër. Skuadra e pampushtur në të gjitha garat, edhe në Pro Credit Super League, edhe në IMBL, 6 fitore radhazi për kryeqytetasit Burns Gjuajti nga gjysmë distanca, kërkoi kontaktin aty me Isaiah Cousins, nuk arriti të realizon, në kundërshtull, gabon në hapa Cousins, kërkoi faul gjithsesi. Mbrojtje e mirë e kryeqytetasëve, nuk i lejuan kësaj radhe pikë të lekta Amerikanit Cousins. Autri. Bailey edhe njerë tek Autri. Bukur tek Kakruki që shkon deri në fund. Valmir Kakruki. Pika e 6 e ti për 51-38. Anderson. Kian Anderson me njerë tek Lake, ka të lirë në korner, Isaiah Cousins gjuan për 3 pikë, realizon Isaiah Cousins, shumë beti i vetmuar në korner, pika e 15 e ti. Autri tek Kakruki. Bailey përgjigjet me njëherë me treshe, 54-21. Paljoka e këthen tupin edhe njerë të Kian Anderson. Anderson është i 2 vishuar. Mund topin Lejsan Zeqiri. Nuk tregohet i vëmendshëm. Teksa shinin mbrojtjen e Isaiah Cousins. E vjedha top, shkon deri në fund për paksa nuk huq, por vin pikët e radhës. Pas treshes qëllon edhe një dyshe. 17 pikë nga Isaiah Cousins. Mbrojtja me të vërtet ishte fenomenale e ti. Në anën tjetër Bailey edhe një herë i vetmuar edhe kësaj radhe. Adrio Bailey, 2 treshe ekspresit të ti, 2 herë nga kornerët. Kura i top tek Lake që blokohet. Nga Adrio Bailey, fantastik edhe në mbrojtje. E shojmë edhe njerë blokadën e ti. Topi vazhdojnë të akon skuadrës së Bashkimit. Paljokaj. Jan Paljokaj e këtën edhe njerë tek Dikuan Lake, tentoj me ngulitje të e përfundojnë në aksionin, por nuk shkoj ajo që planifikoj. E shojmë edhe njerë, ndalet me faul. Gojgja të nervozuar diskutuan
lojtarët, gjithasisht Lake dhe Burns, e qetësojnë situatën gjyqtarët, gjithçka është në rregull, teksa Dikuan Lake nuk qëllon nga vija gjuajtjes së lirë në tentimin e parë. Është i saktë në të dytën, 57-44. Autry. Kakruki. Pasimi i fortë i Valmir Kakrukit. Mirë mendoj, por nuk e realizoj ashtu siç e planifikoj Kakruki. Anderson. Kian Anderson para ti Burns. Kohet Cousins, shkon ai top. Zia Cousins. Bukur tek Lake që shkon deri në fund edhe njerë. Dikuan Lake i sakt. 59-44. O vazhdon të ruaj avantazhin bashkimi teksa vjen blokada ndaj Azemit, por nga plani i dytë i vëmendshëm Valmir Kakruki për ta përmirësuar Cousins. Lake vendovin në korner tek Kian Anderson, por u vendos Arian Azemi në mbrojtje. Arriti të fiton atë faull në sulm. Kemi zëvendësim tek Portokallesinjët. Në lojë Bickerstaff në vend të Dikuan Lake. Pa faull. Ky është momenti personales së Jan Palukajt. Deri në fund shkon Bailey, por nuk arrit të realizojnë, marrin topin Prizrenasit, Zia Cousins e kthen topin tek Jan Palukaj. Anderson, edhe njerë Palukaj, Bickerstaff. Dy vishohet, shkon deri në fund, TJ Bickerstaff edhe njerë nga banka për të realizuar 6 pikë të tij. Vetëm një herë ka tentuar para këtij rojsi, teksa shohim edhe një herë Adrio Bailey vjen nga plani i dytë për të realizuar 15 pikë të tij. Pa presionin Lejson Zeqiri që se si e ruan atë top. Bickerstaff zgjedh të shkon vetë deri në fund. Faull jo sportiv nga Valmir Kakruki. Nervozohet Kakuzis. Do ta shohim edhe një herë depërtimin e Bickerstaff, e pa nevojshme kjo nga Valmir Kakruki. Tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë, TJ Bickerstaff që paraprakisht i realizoi 2 nga 3 tentimet që i kishte, 4 pikë të tij. Më falni 6, nuk është i saktë në tentimin e parë. Në të dytën është i saktë, 62-48. Palukaj tek Zeqiri. Anderson. Palukaj bukur e sheh në anën tjetër, Lejson Zeqirin. Nuk ka treshe. Autry më i larti në kërcim. Autry tek Bailey. Mbrojtje e mirë e Prizrenasve, nuk shkon ai pasim tek Kakruki.
TJ Bickerstaff tashmë në pozitën e organizatorit dhe në anën tjetër Reçaja top. Lejson Zeqiri, asë radhe nuk është i sakt, lufton Bickerstaff për ato, por përfundon topin në duart e Autrit. Azemi, Autri, bukur tek Kakruki, deri në fund nuk arriti të realizon edhe njerë Bailey, por nuk e kontrolloi ato teksa kemi kundërsojnë TJ Bickerstaff, edhe njerë i sakt 64 me 28. 9 pikë të ti në 9 minuta luj. Ariana Azemi bukur, deri në fund shkon për të qëlluar 64-50. Zeqiri tek Palokaj, Jan Palokaj bukur tek Bickerstaff, po i shfrytëzon perfekt asistimet. 11 pikë të ti, 66 me 50. Po vazhdon bashkimi, plotësisht e kontrollon këtë ndeshje. Azemi, Ariana Azemi edhe një herë me depërtim. Fantastik playmakeri. Por Ebërësia po vazhdon djetë në anën e portokallë zenjeve, të cilët nuk po e lejojnë rikthimin në lojë të kryes qytetase. Bailey tek Bickerstaff. Bickerstaff shka një top tek Jeremiah Bailey. Sa Adrio Bailey është ai që ka luajtur i fundit. Bunjaku tek Palokaj. Ka kontaktin. Në njerë dyvishim Palokaj. Bunjaku, Cousins. Aizia Cousins. Gjuan nuk arriti të realizon. Topi në duart e Ariana Azemit. Kakruki. Faul i Palokajt. Nervozohet Jan Palokaj, merr vrejtjen nga gjyqtari nga Dnim Shabani. Azemi, Ariana Azemi e shfrytëzon shpejtësinë për ball. Bickerstaff nuk arriti të qëllon, por do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Ariana Azemi që po luan tashmë me 11 pikë. Është momenti personale së Bickerstaff. Për herë të para Azemi është në gjuajtje të lira. E qëllon tentimin e parë. Është i sakt edhe në të dytën. Për 66, 54, 3 minuta deri në përfundim të çerekut të tretë. Cousins tek Palokaj. Jan Palokaj. Gjuan për 3, realizon Jan Palokaj. Merr përgjithësinë. Loj 1-1 në këto momente. Palokaj. Azemi, Avërti Bunjaku, bukur e kthen top tek Kakruki, deri në fund Valmir Kakruki, edhe njëri sakt. 10 pikë nga Valmir Kakruki. 7-5 është nga loja. 69-56, Aizia Cousins deri në fund, edhe një herë i sakt. Aizia Cousins shumë problem të ndalet. 19 pikë të ti, 11-8 është nga loja. Burns gjuan për 3, realizon.
Do t'jetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë, teksa Burns ndërshkohet me teknike, e patën një konflikt Burns dhe Cousins që nise më herët, teksa Cousins gjatë mbrojtjes ishte duke i folur, pasi po i shikoja edhe gjyqtarët se çka diskutuan, ishte duke i folur gjatë mbrojtjes, teksa në momentin kur shënoi për 3 pikë dhe u faulua Burns, eksplodoi për t'u përgjigjur. Ndalet për një moment zëvendësimi. Gjuajtjen e lirë do të gjuan Jan Palokaj e Huq. Tashmë kryet zëvendësimi. Kakruki ulet, Haxhosaj kthehet në lojë. Teksa Burns do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë pas asaj treshe që e realizoi DeAndre Burns. Një qerek i tretë më mirë i kontrolluar i skuadrës Sigal Prishtinës, realizon Burns, do t'ullet në lojë, kthehet Daniel Engdreaj. 71 me 60 shkrihet e bërësia në 11, kur janë edhe 1 minutë e 54 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. Bunjaku tek Bailey, ndërsa ndalet Bickerstaff me personale nga Engdreaj. Topi do t'jetë anash, personalja e 4 ekipore Sigal Prishtinës. Bunjaku bukur tek Bickerstaff. Kësaj radhe nuk qëllon, por ka faul nga Dion Haxhosaj, personalja e 3 e tij. Tira për Bickerstaff, 4-4 nga loja, është deri në këto momente. Qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë. 6-4 nga vija e gjuajtjes së lirë. 72-60. Nuk është i saktë në të dytën, mbetet plus 12 bashkimi. Azemi. Bailey. Tek Haxhosaj, edhe një mbrojtje e mirë e Cousins, por ka faul nga Jeremiah Bailey. Do të kemi zëvendësim tek bashkimi. Ky është momenti i personales së Baileyt ndaj Haxhosajt. Anderson e Zëqiri. Portokalli zënjët ullen Palokaj dhe Azia Cousins. Në vjen e gjuajtjes së lirë është Dion Haxhosaj. Pasi tashmë bashkimi është në bonus. Nuk qëllon Dion Haxhosaj në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë, 50% saktësi edhe më parë ishte 2-1. Shohim a ta ruan këtë. Jo, nuk qëllon në dytën. Teksa nuk arrin të marrin top. Portokalli zënjët, duhet që
Bickerstaff ka luajtur i fundit. Do ta shohim edhe një herë. Vazhdojnë t'i takon tubi skuadrës së Sigal Prishtinës. Arian Azemi, afërti Anderson. Azemi e gjen depërtimin. Arian Azemi realizon ndaljet edhe me personale. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Mundësi që të shkrihet Epërsia në një shifrore. Një qerek i tretë. Shumë më i mirë i Sigal Prishtinës për dallim me pjesën e parë. Azemi realizon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. 72-63, 1-16 dhe në përfundim të qerekut të tretë. Rikthehet gradualisht Prishtina. Bunjaku sa bukur. TJ Bickerstaff ja kthen atë top. I gjithë aksioni ishte perfekt. I vendasve. 74-63. Autry. Azemi për 3 pik. Arian Azemi. Edhe një herë i sakt në flak në këto momente. Arian Azemi e mban plotësisht në lojë Sigal Prishtinën. Bickerstaff, afërti është Hajxhosaj. Do të vishohet. Bickerstaff. Brojtja fenomenale e dyshës vendore Hajxhosaj e Lek Ndrejaj. Marim vrejtje edhe banka e Sigal Prishtinës. Pas këtij reagimi, tubi do të vazhdojnë të takon bashkimit. 6 sekunda. Pa faul nga Arian Azemi. Kian Anderson është në vijën e gjuajtjes së lirë. Realizon Anderson për të rikthyer Epërsinë plus 10. 76-66. Topi në duart të njeriu të momentit. Ka faul në sulm nga Dion Hajxhosaj. Me të vërtet fantastik Arian Azemi. 19 pikë të tij. 2-2 për treshe. 3-3 nga vija e gjuajtjes së lirë. 7-5 në tentime për dyshe. Pothuaj i pagabueshëm. 3 topa të vjedhur e 2 asistime. Anderson. Sekondat e fundit të qerekut të tretë. Anderson. Ka presionin, topi tek Valion Bunjaku. Në sekondat e fundit nga ana e kundërt. Valion Bunjaku realizon teknike për trajnerin Kakiuzis. Banka gjithashtu me teknike. 2 teknike eksprese për kryeqytetasit. Super të nervozuar, reagoj trajneri, reagoj banka. Ndërsa me njëherë ndëshkohen me teknike. Gjithsesi përfundojnë 30 minutat të ndeshjes me Epërsinë prej 12 pikëve të bashkimit e pan Prishtinën të rikthehet në lojë me realizimet e Arian Azemit. Fenomenal shpërtheu Azemi në këtë qerek të tretë, në tërësi 19 pikë të tij, por portokallë zënjët e ruajtën Epërsinë 2 shifrore pas 30 minutave. 78-66.
Kërkojmë edhe ne pak pushim për të rikthyer me 10 minutëshin e fundit. Shohim Xhelal Muminin që po ja qartëson trajnerit Kakuzis gjitha atë se çka ndodhi në fund të çerekut të tretë, janë duke u sqaruar mjaft i nervozuar është Kakuzis që u ndëshkua me teknike, por Juve atë maj pasi edhe banka reagoj 2 teknike për kryeqytetasit nuk e qëllon quajtjen e lirë. Kian Anderson realizon Anderson në tentimin e dytë, po vazhdon diskutimi, jam duke shkuar këtu pranë diskutimi trajnerit Kakuzis me gjyqtarin nga Adhim Shabani, super i nervozuar Kakuzis. Startojnë edhe 10 minutat e fundit, 79-66. Kazës është thyer në fushë, gana e kundërt në mesin e 3 lojtarëve. Pikët do të pranohen. Da shojmë edhe një herë, e ka prekur harkun Adrio Bailey. Vjen tentimi i Arian Azemit. 3-3 për Treshe. Arian Azemi fenomenal. Edhe më tej po vazhdon të mban Prishtinën me shpresë. Arian Azemi me realizimet e tij, ka faull. Do të kemi rishikim të rastit edhe një herë. Atëherë, pas rishikimit dhe diskutimit gjyqtarëve, nuk pati faull jo sportiv, ishte faull i thjeshtë. Bailey e rikëtan tupin në lojtë ka Gjusaj. Kërkohet Arian Azemi që pëndiqet nga Valion Bunjaku. Faull i Valion Bunjakut. E shojme edhe një herë. Normalisht tashmë do të aplikojnë, mbrojtje shumë e fortë ndaj Arian Azemit që shpërtheu
81-69. Autry. Azemi loj me këm nga Bunjaku. Nuk lejon këtë dëbërtim të Azemit. Autry. Bailey për 3 pikë realizon Adria Bailey. Edhe një shkrihet tepërsia dyshifrore e Bashkimit Cousins. Nuk shkon depërtimi, me njëherë vjen dy fishimi. 81-72, 9 minuta loj, a do të arrin si Gajt Prishtina. Të rikthehet edhe më tepër. Bugrajtop tek Zeqiri që ndalet me personale. Do t'jete pesta e Diana Gjosajt për cilin përfundon ndeshja. Duhet ullet Hajt Gjosajt që ka kontribuar me 3 pikë sonte. Ka Kruki kthehet në loj. Nuk qëllon Lejson Zeqiri në tentimin e parë nga vija gjuajtjes së lirë. Në të dytën është i sakt. Autry. E kthen tek Azemi. Ariana Azemi. Është i dyfishuar e gjem Bailey. Lëvizje e mirë, Bailey deri në fund. Edhe njeri sakt. 82-74. Cousins. Zia Cousins. Bickerstaff mbrojtje mirë edhe njëherë. E kryeqytetase me njëherë po shkon aty dy vishimi nga Lekëndrejaj. Gjithsesi nuk arritën të mbajnë topin në brenda vijave. Topi do të vazhdojnë të takon Bashkimit. 4 sekunda. Anderson realizon. Edhe një shikim bankës jalëshon. Kian Anderson goxha ndeshje me tension. Është kjo sonte, po i shohim në të dyja anët lojtarët që po i shikojnë njëri tjetrin, ndërsa kemi edhe njerë dyshën e gjyqtarëve, lusim regjin që ta kemi kohën u rishikua dhe një rasti nga dyshja e gjyqtarëve, vetëm u kontrollua në fakt koha se sa sekunda kishin mbetur. 8.19 është koha e sakt. Deri në përfundim të kësaj përballje, një treshe në momentin e duhur edhe një herë nga Kian Anderson, edhe ndaj Trepçës kur i duhej pikërisht skuadrës, po dilte në skenë. 20.6 asistime nga Kian Anderson sonte. Topi vjedhur tashmë Zia Cousins deri në fund. Do të pranohen pikët, e ka prekur gjatë rënjes atë top Autry. 87-74. Azemi. Ariana Azemi në mesin e dy lojtarëve. Duke që Bickerstaff ka prekur topin i fundit. Ne shohim edhe njerë debërtimin
Ja ka hequr ato Azimit nga duart. Afer Ariana Azimit tashmë. Zia Cousins, bukur, asistimi Bejlit për Kakrukin, që shkon deri në fund. Valmir Kakruki me pikën e 12 të tij. 87-76. Anderson. Zëqiri, Palukaj. Shëllim mbrojtjen e Daniel Legndreajt. Pasimi ka buar plotësisht. Ian Palukaj, topi humbur i vendasve. Azimi. Bejli sajrade nuk e lejon atë pasim. Ian Palukaj në kundërsul. Bickerstaff edhe njeri sakt, asistimi i 7 i Kian Anderson. Pika e 14 e TJ Bickerstaff. 89-76. Autri bukur tek Valmir Kakruki. Edhe njëherë realizon Kakruki. Ka time-out të kërkuar nga banka e bashkimit dhe trajneri Jovovic. 6:41 deri në fund, 89-78. Në vazhdimsi Prishtina po tenton të e shkrije nëpërsinë e shkriu deri në 8, por portokallësinjët vazhdojnë të ruajnë avantazhin. Shohim si do të rrjedhin gjërat pas këtij time-outi, rikthehemi pas pak. Pra 6:41 deri në përfundim. A do të arrijë si Gal Prishtina të bën diçka më tepër. Në vazhdimsi po tentojnë kryeqytetasit. Anderson tek Cousins. 23 pikë po shohim tashmë nga Cousins, teksa 20 janë nga Bejli. Kian Anderson realizon edhe një herë. Treshja e ti e 4 nga 5 tentime barazohet me pikë me Zia Cousins. Fenomenal sonte. 92-78. Burns në anën tjetër shkon vetë deri në fund. I saktë është Burns. Vetëm pika e 6 e Burns. Anderson. Kian Anderson blokohet. Vetë luajti i fundit. Ishim pranë gjyqtarët. Shohim edhe një herë. Ka luajtur i fundit Kian Anderson. Topi humbur i tij. Autri. Ka një mismatch në kosh. Autri tek Kakruki, e kthen topin tek Burns. Para ti është Lake. DeAndre Burns e shfrytëzon shpejtësinë, gjitha i bëri mirë. Huqi në fund DeAndre Burns. Ka faul në sulm nga Zia Cousins, e ka ngritur krahun ndaj Azimit. Mbetën 92-80.
Azemi. Ka kruki tek Burns, Arjan Azemi. Autry. Burns deri në fund. Atë serade nuk është i sakt me i larti në kërcim. Isaiah Cousins. Zeqiri e këtën topin tek Anderson. Kian Anderson. Quan edhe njerë për 3. Sajrade nuk është i sakt. Ka faul tjetër në sulm nga Lejsan Zeqiri. Vetëm 3 pikë sonte nga Lejsan Zeqiri që i ka marrë 7 kërcime. Fitari që ka më shumë të kërcime tek bashkimi sonte, teksa shohim Burns. Duket që gjithçka është në rregull me të. Ky është momenti kur Zeqiri e shtyu nga prapa. Ullet Lejsan Zeqirin, loj kthehet Valjan Bunjaku. 5 pikë të Valjan Bunjakut. Autry. Deri në fund shkon Adrio Bailey, nuk arriti kësaj radhe të realizon. Bailey që u ngrit nga banka rezervë e Sigal Prishtinës dhe i realizoi 20 pikë. Bukur ai top për Lejk, i cili nuk arriti të realizon. Ishte alley-oop nga Valjan Bunjaku. Nësa e shojmë edhe njerë personalen e Isaiah Cousins që e ndalë kundër sulmin. U diskutua edhe njëherë nga dysha e gjyqtarëve rasti i fundit, nuk patën nevojë as të rishikojnë dhe u vendos që është faul jo sportiv. Ky moment nga Isaiah Cousins. Që Bailey 4 minuta e 5 sekonda e janë deri në përfundim. Bailey në vjen e gjuajtje së lirë. Nuk qëllon as të dytën, ndërsa e shohim edhe kryesin e Sigal Prishtinës, pranishëm palestër Leran Stavilecin e Florian Miftarin, si dhe antarë të tjerë të kryesisë Bardh dhe Kaltërve të dëshpruar pas këtyre dy huqeve. Autry, gjuan për 3, nuk është i sakt. Anderson e mori atop i ndjekur nga Arjan Azemi. Kian Anderson. Nuk kuptohet me Lejk. Tjetër top i humbur i Portokallës Zinjëve, kur janë më pak se 4 minuta. Deri në përfundim, plus 12. Shon pasimi ka krukit, mbrojtje e mire Lejk. Super i nervëzuar trajneri Kakjuzis. E kësaj radhe shkon alley-oopi i shumë kërkuar. Lejk me super ngulitje për 94 me 80. Asistim i Valjan Bunjakut, në anën tjetër Autry nuk shëllon. E merr topin Cousins. Ndalë gjithçka. Kërkan shkon me sulm të zgjatur. Kemi hyrë në 3 minutat e fundit. Cousins. Top i vjedhur i kryeqytetasve Burns deri në fund. Realizon Burns.
94-82. Bunjaku. Lake. Anderson edhe një tjetër treshe. Kian Anderson 26 pik. Treshja e 5 e ti. Time out kërkon Banka e Prishtinës. 97-82. I shojmë edhe njerë aksionet e bukura të Prizrenasve. Asistimi i Valjon Bunjakut. E ngulitja e Dikuan Lake në anën tjetër shpejt të përgjigj. Burns gjithsesi 2-25 deri në fund. Bashkimi 97, Sigal Prishtina 82. Pra 26 pikë të Kian Anderson, që i ka dhe 7 asistime. 23 pikë të Isaiah Cousins. 15 nga Dikuan Lake e 14 nga TJ Bickerstaff. Janë liderët e portokallëzinjve. Në anën tjetër tek Prishtina me 22 pikë me të vërtet perfekt ishte Arjan Azemi. Përqindje perfekte e ti 10-8 nga loja. 20 pikë nga Bailey. 14 nga Valmir Kakruki e 11 tjera i ka shtuar Autry. Gjithsesi rezultati në të mirë të portokallëzinjve po flet. I strefi me një tentim për 3 minutat e para, në fakt sekundat e para të tij në lojë. Topi do të vazhdojnë të takojnë Sigal Prishtinës. 14 sekunda deri në përfundim të aksionit. Petaj top tek Daniel Ekndreaj. Arjan Azemi. Azemi bukur e shë aty Burns që gjuan për 3 pikë realizon. DeAndre Burns. Tashmë e dhaj me pikë dy shifrore, pika e 11. Cousins. Ka faul në sol nga Dikuan Lake. Burns. Deri në fund, Burns nuk qëllon Valjon Bunjaku. E mera top. Cousins. Bunjaku. Tek TJ Bickerstaff blokat fantastike. E Adrio Bailey tek sa ka faul. Është Bickerstaff ai që ka shkaktuar personale. E shojmë edhe njerë. Kjo ishte blokada e Bailey tek sa Bickerstaff shkakton personale ndaj Daniel Ekndreajt. Kapiteni në vjen e gjuajtjes së lirë. E shkurtër gjuajtja vetëm 2 pikë sonte nga Daniel Ekndreaj në 17 minuta loj. 3 asistime i ka bërë. Sa pati hyrje më herët nga njëri nga lojtarët e Sigal Prishtinës. Gjithsesi nuk realizoi Ekndreaj. 4-0 nga vija e gjuajtjes së lirë sonte kapiteni i kryeqytetasve. Anderson vet deri në fund. Nuk don koment sonte loja e Kian Andersonit me të vërtet. Po thuaj në çdo element ishte fantastik. Dhe pas një dyshim mund të themi
e orkestroi këtë paraqitje të Bashkimit sonte. Ky njeri që e ka topin në duar, 28 pikë të tij, 7 asistime, 2 kërcime. Kian Anderson për një tjetër treshe dhe thot unë jam këtu. Bashkimi 102, Sigal Prishtina 85. Kian Anderson dhuron spektakël, mbrojtje mirë tashmë. Cousins e Bunjaku teksa e pam. Isaiah Cousins kërkoi faul, por ishte aty Bickerstaff që përmirësoi, teksa në anën tjetër Leg Ndreaj e qëllon treshen. Sekundat e fundit super i nervozuar është Kakuzis. Jemi në përfundim të përballjes. Anderson asiston TJ Bickerstaff, aksionin e përfundon. 106-88 faul në gjuajtje ndaj Bejlit. Isaiah Cousins nuk ja lejon pikët. Ka pasur goxha shumë tension sonte në këtë përballje të nderuar shikues. Personalja e pest është e Cousins. Po e diskutojnë Mumini me Jovovic në gjaz diskutimin dhe atë reagim të Cousins. Gjithsesi të nderuar shikues, në duelin e të pamposhturve të Superligës, Bashkimi e mposhtë Sigal Prishtinën për t'ja shkaktuar humbjen e parë këtë edicion. Në të gjitha garat e tham 6 ndeshje, 6 fitore për kryeqytetasit. Kjo do t'jetë humbja e parë, ndërsa të pamposhtur në Superligë vazhdojnë të mbeten Prizrenasit. Të pamposhtur janë edhe skuadra e Pejës që nesër do të e zhvillon duelin ndaj Rahovecit, kurse Bejli nuk i qëllon 2 tentimet e para, as të tretën. 106-88 Bashkimi arrin fitoren dhe pas një dyshim Kian Anderson ishte fenomenal. 31 pikë të tij, 6 treshe, 8 asistime, 23 pikë të Isaiah Cousins, 15 të Dikuan Lake e 16 pikë të TJ Bickerstaff. Në anën tjetër 22 pikë të Arjana Azemit, 20 pikë nga Bejli, 14 nga Kakruki e nga 11 i shtuan Burns dhe Autry, por nuk mjaftuan për kryeqytetasit. Të nderuar shikues, për pak çaste do të jemi me intervistat.